me një emision tjetër ku ka qenë Nderimi më ka ftuar dhe aty ku më thonë që jam single dhe jam kërkem edhe prapë se prapë nuk lajmëru kërkosh. Shumë e çuditshme. Tani ka diaspora dhe mos po kërkesat janë shumë mëdha, me qenë se jemi të diaspora. Kam qef me shku jashtë vendit, veç në qoftë se dikush bindet me ardhë me jetu në Kosovë bashkë me mu. Atër po e bojmë si kërkesë, me qenë se emisionin tonë është shumë i shikueshëm edhe në diaspore dhe kohëve të fundi kemi marrë shumë mesazhe nga diaspora, se janë duke e ndjekur këtë emision, kështu që njerëz thirrje hapur për Erleta Tërpeze. Ka një thirrje, kështu që holla teze. Po, jo, veç unë desha më thonë, cilat janë 3 kriteret tuja për mashkullin ideal, mashkullin që dënë me pas për krah, në mënyrë që ta kenë më atletë edhe tash mos qoj ftesë gjithkush. Kategorizohen njerëzit, se besoj rroda ka me qenë gjatë pas këtij programi. Nuk e marrin guximin, qëra jena të jetu me një kohë. Kriteret. Tash i përmendim. Veç jemi të jetu në një kohë që seriozisht është pak e vështirë, se meshkujt nuk e kanë ma guximin sikur ma përpara, me lut një qik që ju pëlqen, me bo masaj, e qëto për shambull që janë të mungu, po besoj që mu që kjo mungan. Kam qefë, është një nga prej kritereve që në qovë se dikosh dënë me kanë një dohet me më kërku mu, me bo mas meje, me më lutë. Kriter 2-3 ka? Po, kam qef me kanë shumë punëtor. Kam qef me dasht punën me ka njëri karierist, me pas jetën pak të stabilizume, se edhe nuk është që jam ashtu shumë e rej që më i veç me vendos me dikam për dirisa unë vetja kum kriju gjitha kushtet vetës, ashtu që shikum ndru qysh prej veçlis. Dhe kriteri 3? Që edhe i dashur jam i ardhë shumë i pas. Dhe kriteri 3? Kriter të 3, s'po di me qenë edhe besnik. Kërkesat e lartë, apo e kuptoj pse je ende single. Pra njëzën? Nuk është që kam diçka, që unë dashurona shumë letë. Mjafton veç. Se mu i vajzë ka që letë. Qka jonë këto deklarata? Nuk kemi këtu si gazetare, profesioniste, me folë për gazetarim, për trendet e gazetarisë, dhe që ku përfundu. Po ti nga pytë dashurinë. Hajtë se vera, ndërem. Dhe johën këto. Erleta na gjujtin këto ujra. Nuk është që kam diçka që këshyri. Normal, me qenë besnik, është një ndër kriteret kryesore që duhet me pas, po për një me, po du më konë shumë e sinqirt, nuk është që nashta kështu, kur nuk jam e dashurume, muj me thonë, unë e du një burë që e ka që ta, ama nëse unë e veç dashurona, nuk i këshyri asë një tjetër, asë nuk më intereson. Njerëzit e ka një bindje për gazetarët dhe gazetarët në përgjithësi që janë njerëz shumë të dedikum dhe kështu është, i dedikohen plotësisht profesionit. Mesin pa martu. Ndodhë që njerëzit t'ju rrinë hapa larg shoqërimit me ju, lidhjes me ju, për shkak të profesionit tuaj,